Selam aleikum. Jemi akoma në ditët e Kurban Bayramit. Vllai i nderuar, motër e nderuar. Nëse akoma ke mëri me dikë, unë të këshilloj që të pajtosh. Pajto për hir të Zotit gjithësisë. Le të jetë ky Bayram i pajtimit me njëri tjetrin. I heqjes së smirës, zilis. Le të jetë ky Bayram i afrimitetit. Boje për hir të Allahut lartësuar. Shpreso tek Zoti i gjithësisë, tek shpërblimi i Allahut lartësuar. Le të jetë ky Bayram lumturie, gëzimi. Shtrihet dorën e pajtimit. Ala tuhibbun, thot Allahu i lartësuar në Kur'an, a nuk doni që t'ju falë Allahu? Pajto. Lëre me njanë, çfarë ka ndodhur? Pajto për hir të Allahut lartësuar. A nuk do që të falë Allahu? Fale tjetrin. Mëshiro të mëshirohesh. Ar-rahimune yerhamuhumur rahman. Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Kështu thot profeti alayhis salam në një hadith.